unë jam I shqetësuar se ecim në rrugë dhe të vjen plumbi papritur sepse kështu ndodh situata kriminaliteti në vend. Çfarë të bëjmë? Të gjithë jemi të shqetësuar, po tani nuk dorim të masim shqetësimin e secilit. Por puna është kjo. Kartel droge ka. Në rast se do të bësh aksion, e bën pa fjali dhe pa PR dhe pa takime. Zbatimi I ligjit bëhet me veprim dhe nuk bëhet me show mediatik. Dhe për sa I përket Deas, Dea vazhdimisht ka çuar na çoni në WhatsApp. Unë vjet të çojë mesazh të them kur t'ju takoj të pim në I kafe, t'ju them historinë e Shqipërisë të cilët sa keni dështuar në çdo moment ku keni shpallur një. Sa gjë konkretisht nuk kanë bërë. Thjesht janë PR. Jemi këtu se kemi flet pak gjumë se dyshoj administrata nga Biden bëj Trump. Prandaj unë them, po doni të luftoni krimin organizuar, luftojeni. Nuk kanë nevojë të merrni flamurin kombëtar të asnjë shteti, as të italianëve, as të amerikanëve, as të francezëve, as të italianëve. Pse më falni, nuk kanë këto vende të krim organizuar, nuk kanë këto vende organizata kriminale, nuk kanë këto vende kartele. Po si mos qehemi kaq shumë ne me kartele, merrem nga mjes deri në darkë dhe s'ka kartele të tjera. Pra, pse ne duhet të vendosë të lancojmë flamurin kombëtar me kartele? Edhe të lejojmë dhe klasën tonë politike, thot, jemi banda mafia shqiptare më e madhe. Or zotri, leje mafjen të krenohet vetë. Avokat, po ishte porosi, atë statusi theksoi porosi e prokurores së përgjithshme amerikane. Porosia amerikane në Tiranë. Dgjoj, do të kuptosh diçka. Kur amerikanët na thënë ne që zotri manë dhe I paprekshëm, sepse kryeprokurori në Amerikë nga kush emërohet? Nga presidenti. A është politike kjo apo nuk është? A është politike kjo apo nuk është? Është politike më zotri. Derisa ajo atje emërohet nga presidenti, është politike. Amerikanët këtu na vinë thënë ato të bukurit, ato që vinë demokratizimi, europianizimi, lere, kod. Është zotri, gjithçka është politike dhe politikat penale janë politike. Pse? Sepse kështu është shteti. Kështu I kemi mësuar në kohën diktaturës. Ky është shteti, kështu jemi mësuar. Që do të thotë çdo vend bën politikat e veta. Që do të thotë po kanë të drejtë të ankojnë për krimin organizuar. Po ama nuk kanë të drejtë në të njëjtën kohë na thënë ju krim keni pa ma jeni të avancuar në reforma. Tani falë, o krimi nuk po ka impact në këtë vend, o reformat kanë dështuar dhe ata nuk e thë që jenë të dështuar, por po edhe me hajde se po ecni për para. Tani nuk shkon. Ose, më falë theme dhe qëka tjetë që më ka shkuar edhe nuk e kam thënë. Tani, nuk mund unë të pres kryeministrin britanik, I cili ka dal nga Bashkimi Evropian vendi I tij, dhe më thotë mua që ti futu në Bashkimin Evropian. Tani më falë, po ti pse më thua mua të futem në Bashkimin Evropian? Po futu ti përpara që të presin ata dhe pastaj më fto mua. Pra shkon kjo gjë. Ose kur një gjë Berisha thotë, zgjedhje të lira të ndershme. Or zotri, kur ti nuk ke zgjedhje të lira se I ke bërë pakt me Edi Ramën, edhe nuk janë të ndershme, janë të barabarta. Dhe ti ma interpreton ashtu si do qefi ty, edhe vjen në këto viktim, nuk shkojnë këto gjëra, nuk më shkojnë mua këto gjëra. Prandaj them të qytetarët, po, ka kartel droge, ka mafje, ka kriminalitet, ka hajdut, ka çfarë të doni ju. Po këto nuk janë dhe nuk mundet ne si shqiptar të shërbejmë asnjë vendit duke thënë sa hajdut janë shqiptarët. Jo, nuk jam dakord. Ka. A kemi ne mekanizëm që të luftojmë? Po. Ndërgjisu policinë e shtetit. Ndërgjiso funksionarët e lartë të policisë së shtetit. Rritju rrogat që mos të arrijnë të bëjnë celul të bandave. Sepse falë, nuk krijemi